si dhe tani jam në përfundim të masterit, kur në kohën e lirë merrem me faqen time. Këtë kam krijuar për djalin tim, pasi që unë jam edhe një nënë një djalit në këtë mënyrë. Ku këtu, faleminderit, është kënaqësi të bëjmë këtë story së bashku. Atëherë unë jam Ardita Meta Smajlaj, me profesion jam edukatore, si dhe tani jam në përfundim të masterit, ku do të mbroj temën e diplomës që të marrë edhe titullin pedagoge. Krahas profesionit tim, e kam gjetë një mënyrë kreative apo një kënaqësi tjetër, kur në kohën e lirë merrem me faqen time, të cilën e quaj Dhura Kurniza. Dhura Kurniza është një faqe e cila filloi në kohën e pandemisë, duke mos e ditur që do ta kem në thojza një sukses të tillë. Në kohën e pandemisë vendosa të krijoj disa storie ku punova disa modele të tilla me duar të familjes dhe i vendosja emrat e këngëtarëve të ndryshme, aktorëve të ndryshëm. Si në këtë rast, e cila është kjo kornizë është bërë për këngëtaren Genta, ku këtu e kam vendosur emrin e 2 fëmijëve të saj dhe emrat e 2 prindërve, Genta dhe bashkëshorti. Dhe e bëja tag në story. Pasi që e bëja tag, ata e shpërndanin dhe kështu filluan porositë. Edhe ishte diçka shumë e papritur, sepse nuk e presja një rezultat të tillë dhe ishte kohë pandemie, siç thash, orari që delnim jashtë ishte në bazë të letër njoftimave dhe unë mora porositë e para, diku 13 porositë para. Nuk isha as korniza, nuk isha as pak e furnizuar edhe e njohur për këtë lami. Çka të bëj njerëzit, bën porositë të tyre dhe u dola në fej, atëherë isha tek familja në fej dhe kërkoja korniza. Në një dyqan, nuk gjeja as korniza. Dhe dikon gjeja po të ndryshme. Asnjë porosi, sikur t'i shohim postimet e mia të para, asnjë kornizë nuk është me modelin e njëjtë, domethënë të këtij ramit për rreth. Një është e bardhë, një është me ari, një është të zezë e tjerë. Tani punoj me këto 2 lloje, me kornizën A4 të zezë dhe korniza A3 gold me të bardhë. A3 që është pak më e vështirë që ta gjejmë, se flas me një shpim më të volitshëm, sepse realisht nëse unë e blej më shtrenjtë dhe më duhet me shit më shtrenjtë dhe për ekonominë këtu nuk është mandej as shumë e përshtatshme. Pra, siç thash, unë kam startuar me këto duar të familjes. Ka qenë për fillime, ka qenë shumë e suksesshme. Sigurova modele të ndryshme dhe ka jetë shumë mirë. Po gjithmonë njeriu ka nevojë për risi. Pastaj e shtova këtë produktin me fotos digjitale, si të vizatuar, ku klienti ma dërgon foton dhe unë përmes një aplikacioni e kthej në këtë mënyrë, si digjitale të vizatuar. Për momentin, kësaj përket kornizave, më shumë porositin me fotografi, por edhe me duar varësisht kërkesave të tyre. Atëherë, kjo është puna që e bëj. Për shkak që janë gjam, është pak më e ndjeshme gjatë transportit. Për me paketu, mandej e vendosim me mbështjellës, e paketoj me mbështjellës bubble layer dhe vendosi në paket, në mënyrë që të shkoj te klienti në mënyrë sa më të sigurt. Gjithashtu klienti e ka opsionin që ta hap para postës. Nëse është në rregull e merr, e bën pagesën dhe e merr, nëse nuk është në rregull e ka të lejuar që ta kthej produktin dhe të mos bëj asnjë pagesë për të. Po, ka modele të ndryshme. Pas modeleve të ndryshme të kornizave, dizajneve të ndryshme si me fotografi të tyre personale apo me duar familjare të cilat janë si të vizatuara, kam paraqitur, prezantuar edhe produktin tjetër
ku është gazeta e personalizuar. Gazeta e personalizuar që shfaqet të këtë tjerët ka ardhur nga duke e pa që në botë është shumë virale si produkt. Këtë kam krijuar për djalin tim, pasi që unë jam edhe një nënë në një djali, i cili sapo ka mbush 1 vjet. Dhe në fotosesionin tim të shtatzanisë, kam dashur që ta bëj publik emrin e djalit në këtë mënyrë. Ku këtu kam shkruar në lidhje me procesin e shtatzanisë, në lidhje me se sa jam entuziaste për këtë rrugtim të ri e tjerë. Këtu kam vendosur fotot personale të mia dhe e kam krijuar një gazetë të tillë ku i kam realizuar pastaj fotot e mia me të. Dhe pastaj vendosa ta shfaq në faqen time Dhura Korniza. Pasi e shfaqa, vetëm sa filluan edhe porosit ku gazetën personalizuar e marrin për raste të ndryshme, për martesë, për përvjetar, për ditëlindje, për fejesë, për gjininë e bebes me zbulu me të, për raste të ndryshme, për diplomim e tjerë. Këtu kam edhe disa të tjera të cilat i kanë porosit, për shembull për martesa. Në shumicën rasteve janë disa kritere ose detaje që ja kërkoj, që në bazë të tyre me arrit me formu gazetën. Kryesisht çdo gazetë është histori e tyre personale dhe mundona që asnjë gazetë mos me qenë e njëjtë, pasi që edhe ne si njerëz nuk jemi të njëjtë dhe jemi unik. Kërkoj nga ta në pika të shkurta, për shembull nëse është rast martesët ma tregojnë historinë e tyre të dashurisë, datat e tyre si të lidhjes, të fejesës, martesës dhe pastaj në bazë të asaj historie të shkurtë që ma tregojnë, krijoj tekstin apo ka raste që edhe ma dërgojnë të gatshëm, edhe e vendosi, ja u prezantoj, ju pëlqen edhe kështu e bojmë një porosi. Nëse ka diçka ndryshime, e rregullojmë, nëse jo, e dërgojmë për prind dhe ja u dërgoj me post. Pastaj, vendosa që të punoj edhe ftesa. Ideja për ftesa ka qenë nga ditëlindja fillimisht e vajzës të vllaut, ku i kam punu, kjo është pastaj e djalit, Vorit, ku i kam bë për ditëlindjen e tij që në secilin pijat të ftuarit e kanë pas para vetes. Pastaj i publikova dhe këtu dhe filluan edhe porosi për ftesat e dasmës, të fejesës e tjerë. Këtu i kam disa ftesa, porosi e radhës, të cilën po e punoj. Edhe po mundohemi që të arrijmë suksese të ndryshme, por mos të harroj që për mua nuk është diçka primare pjesa e faqes time me korniza, gazeta, albume, sepse zhvillimi im akademik nuk mbaron, domethënë vetëm me bachelor, pra si thash jam përfundim të masterit dhe jam e punësuar, jam edukatore me profesion dhe nuk mendoj që të mbes në këtë. Këto është kom ma shumë si argëtim dhe pse jo në tarmën të bëj një storje të kopshtit tim e jo të këtyre gjërave, por kjo është diçka që mu më relakson. Për atë ndoshta nuk besoj që ndonjëherë do hekja dorë se e bëj me shumë dashuri edhe ndina shumë mirë gjatë secilit punë të tillë që e bëj, por për mu edukimi është vendi ku zemra më fle, edhe ndoshta i gjithë ky kreativitet të themi, imi ka arrit fal punës time me fëmijët, pasi që e dim se të jesh një mësuese
duhesh t'jesh kreative dhe zhvillosh loja të ndryshme, zhvillosh ide të ndryshme dhe ndoshta ajo është që ma ka hap mundësinë që të merrem edhe me të tilla gjëra. Patjetër Bori përkundër është një fëmijë shumë që kërkon shumë. Nuk është një fëmijë i cili për shembull mund të flet 2-3 orë edhe unë mund të bëj diçka, por në çato momente që ai është në gjumë ose pasi që edhe natën, pasi e vendosin gjumin e natës, mundona që ti arri këto porositë e bëra, sepse më duhet të merrem edhe me të, jam e vetme, vetëm me burrin për shembull në shtëpi, më duhet të bëj lura edhe me Borin, dhe të merrem me të dal me jetë me kolic, apo e ka kohën e vet, por ja dalim, ja dalim. Pavarësisht kërkesave, është edhe ky seti me motive fetare, të cilat edhe këtë marrin shumë, që vendoset kornizë, por për momentin i kam vetëm si dizajne që me paraqit punën. Pastaj, siç thash, njeriu gjithmonë është në kërkim të diçkaje edhe të re. Kam vendosur me punu edhe albume fotografike, ku albumet fotografike nuk ka shumë që kom fillu, po edhe për këto kanë shfaq interesim të madh. Punohet duke i përfshi gjithsej deri në 50 foto dhe fotot i përzgjedhin familjarët, mi dërgojnë dhe unë e rregulloj dizajnin ose sipas kërkesës tyre, ose shumica ma e besojnë punën dhe e bëj unë, ja prezantoj, nëse është në rregull e vazhdojmë porosinë, nëse jo ndërhyjmë në ndryshime dhe e rregullojmë. Punoj në 3 forma të albumeve, në portrait, landscape edhe si një mini album i vogël. Albumet fotografike punohen për çfarëdo lloj momenti apo kërkese. Për shembull, ky rasti këtu është ky titulli që kam vendosur familjarët ishte Gjurmët e një dashurie që nuk shuhet kurrë, i cili më la shumë përshtypje dhe gjatë punës kogja shumë e ndjeva dhe e emocionuar. Për shkak se të vdesësh nuk do të thotë që harrohesh nga të tjerët dhe këtë zotrion këtu janë gjitha momentet e ti me familjarët e ti të cilat e ruajnë në kujtimet e tyre edhe sot. Dhe kam vendosur që për vjetar të vdekjes së tij të kujtojnë me një album fotografik të cilën e kam bërë porosi tek ne. Rasti tjetër është një bebe ku këtu paraqitet për 1 vjetorin e lindjes së saj. Kam vendosur që çdo muaj fotot që ja kanë realizuar t'i ruajnë në një album fotografik dhe kemi krijuar për ta. Për në Kosovë nevojitet kohë pak më shkurtër, për shkak që porositë mund të dorëzohen pas përfundimit edhe brenda ditës. Si për shembull, për një album fotografik, për mua mund të jenë 3-4 ditë të mjaftueshme. Po nëse porositë, sepse i dërgoj edhe në Shqipëri dhe Maqedoni, nëse porosia bëhet atje, atëherë vetëm posta i nevojiten 4 ditë maksimum që nga Kosova të arrisë, sepse kalon në 2 posta, bashkëpunon posta e Kosovës dhe Shqipërisë që të bëjnë dërgesën te klienti, kështu që 4 ditë të postës dhe 3-4 ditë nga ana ime dhe shtypet më gjatë për Shqipëri dhe Maqedoni.